Pas mbylljes një vit më parë të stacionit hekurudor në Gurë të Kuq të Pogradecit, për shkak të reformës, tashmë ka nisur vjedhja e linjës hekurudore. Edhe pse janë arrestuar dhe burgosur 9 persona për këtë vepër penale, vjedhjet e materialeve metalike të hekurudës për të shitur për skrap nuk ndalen. Kjo situatë stimulohet nga mungesa e rojeve 24 orë. Nga 1460 punonjës që ka patur hekuruda shqiptare, me reformën e rreth një viti më parë, u shkarkuan 550 prej tyre. Janë 2 vëzhgues quhen të linjës, të cilit nuk paguan 24 orë, por paguan 8 orash. Mbulimi bëhet vetëm kur është 24 orë. Çfarë vjedhin zakonisht? Po, amortizimi traversave ka bërë që pllaka dhe gosht dalin shumë kollaj. Firma që po kryen punimet për ndërtimin e rrugës Lim-Pogradec e ka dëmtuar hekurudën në 2 vende, pikërisht në fshatin Lind dhe në tunelin e Piskupatit. Drejtuesit e punimeve premtojnë se do ta kthejnë në gjendjen e mëparshme linjën hekurudore pas përfundimit të rrugës.